Psoriaza, edhe me psoriazë kam shumë pacienta, edhe kjo është e njëjta. Edhe psoriaza është shumë interesant. Autizmi? Autizmin autizmi u di më shumë. I përshëndet gjithë të nanat që i binë fëmijën tone, që i trajtojnë fëmijën me autizëm, ndojnë shumë fëmija me autizëm. Fëmija me autizëm kanë shumë probleme me parazita. Shumë ka probleme me parazita. Parazite është një diçka që indikon të pjesa e fokusimit. A të menqër janë. Nuk ka fëmijë më të menqër se fëmija me autizëm. Edhe kur të vinë herën e parë, shumë vështirë kam ja vendos dorën këto. Antigona sa hikun deri ta vendos dorën këto shumë e vështirë. Edhe masandej, kur vinë herën e dytë, ulen siti. Këtë ndryshe. Këtë me gjana naturale se fëmija me autizëm me kuptoj që do me thonë një vegan. Edhe i pyti nanat, i thonë, kur pjodhone terapin, apo ju marrin fëmijëve, fëmija ju, po astrije, me erë, me aromë, edhe me njëherë i marrin pa problem. Se fëmijën me autizëm është shumë vështirë. Me i bindë. Me bindë. Kam shumë sukses të fëmija me autizëm. Kam një në Francë, ka 3 vite që vjen të one. Sa herë shkoj une në Zvicër, a i takohet me mu me fëmijë me autizëm. Kur ka ardhë herën e pasër, a i fëmijë nuk ka ditë me folë, nuk ka mujtë me folë, edhe të ndinë ma e gishtav ecën, i kanë ato gjanat e veta. Po nana e vetë ka qenë shumë luftetare, edhe në stopë më kanë dëgjuh, edhe sot a i fëmijë shkon shkollë normale, po, edhe fundën herë ma ka shkru astrije, djali ka fillu edhe matematikë. Disfa suksesi ka qenë. E pash një fotografi, dje kur kena pi kafe, e pash një fotografi një pacientës tonë, cila ka qenë obeze. Po, shumë e vërtet. Edhe më interesoj kjo pjesa e obezitetit, a është vetëm diet, apo ti ke diçka tjetër që i? Diqa. Une, në momentin, se edhe shumë e mirë është kjo, edhe pjesa dietës, shumë femna vujnë nga pesha. Pesha, edhe unë gjithmonë jam kundër asajna që e bon pjesën e operacionit, se unë nuk e du as vetë operacion, ma mërmenja edhe ti e njëti së une. Edhe unë kështu punej. Unë i bëj analizën. Momenti që e bëj analizën, unë e shë kush dembel organizme. Atere ju dha dietë. Dieta jam është kështu. 3 pijata janë. E mëngjesit, e drekës, e darkës, apo. E mëngjesit ka me qenë gjysën perime, 1/4 karbohidrate, 1/4 proteina. Kush është proteina? E veza. Janë gjana që unë ju dha disa gjana që. E drekës, mbrenda pri mëngjesit dhe në drekë, vetëm ujtët me pi. Nuk kena nevoj ato gjana që shqipërdojnë. Qipsa, smoka. Ato.